industrinë tonë janë një numër shumë i vogël në krahasim me ata që përdorin energjinë. Dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë e di shumë më mirë se sa unë, sepse ka drejtuar për një kohë jo të shkurtër OSHE-n, por fakti që ka një rritje shumë domethënëse të vetë prodhuesve të energjisë dhe kryesisht vetë prodhuesit janë subjekte industriale dhe janë sipërmarrje që shfrytëzojnë tani më energjinë diellore për një pjesë të madhe të aktivitetit të tyre, e ka ulur edhe më shumë shfrytëzimin e karburantit për industri. Gjithsesi, ajo që ju thatë nuk është pa asnjë vlerë, përkundrazi, sepse sidoqoftë janë disa. Dhe për këtë arsye Ministria e Ekonomisë po bën një klasifikim në këtë drejtim për të kuptuar impaktet edhe për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë konkretisht në atë drejtim që ju thatë. Ndërkohë që tek pjesa e faktorit shtetëror, unë besoj që edhe ajo përsëri, edhe pse që nuk është subjekt i pikërisht ligjit që po diskutojmë, por është subjekt i një akti të ri, ne përsëri do ta diskutojmë bashkërisht. Nuk kemi qëllim të krijojmë një monopol, absolutisht. Nuk do të detyrojmë askënd që të blej nga ky faktor shtetëror, por nëse faktori shtetëror e ofron më lirë, dikush thotë, jo, unë do ta blej më shtrenjtë. Okej, po tregu ka ato të vetat, kështu që nuk besoj se do ketë mundësi të mbijetoj konkurrencës në rast se do të qëndroj lart. Dhe faktori shtetëror, qëllimi i faktorit shtetëror është vetëm të ekuilibrojë tregun në funksion të konsumatorëve. Nuk është që të godas ju, nuk është që të krijojë një monopol dhe të zotrojë tregun vet. Faktori shtetëror nuk do të jetë një faktor që do bëjë shpërndarje pakice. Do të jetë një faktor që do të mbështesi sovranitetin e vendit në të përditshmen e vet, kur vjen puna tek ky mall kaq jetik për ekonominë edhe për jetën e përditshme. Thjesht kaq. Edhe sigurisht do të mbrojë konsumatorët nga çdo abuzim. Do të jetë, besojmë ne, një faktor që duhet të jetë i mirëseardhur për gjithë ata ndër ju që duan të kenë garanci afatgjatë, duan të kenë çmim të arsyeshëm. Patjetër që juve jeni në tregun ndërkombëtar, kam shumë qartë të gjë, por tjetër është kur kapaciteti financiar për të lidhur kontrata është i kufizuar, tjetër është kur mbrapa një marrëdhënie është një garanci sovrane. Është komplet gjë tjetër. Dhe ajo që mund të bëj faktori shtetëror është që të garantojë kontrata në një afat shumë më të gjatë dhe të bëj blerje në një afat shumë më të gjatë. Dhe duke pasur kapacitetin të ketë të fleksibilitet, mund të sjellë në treg një ekuilibër të ri dhe të domosdoshëm. Dhe sigurisht që pastaj pjesa tjetër ju takon ju.